Imagjino të zgjohesh papritur në mes të natës, me zemrën që të rreh shpejt dhe një ndjesi të çuditshme në ajër. Një ëndër e fortë sapo ka përfunduar, por sa më shumë përpiqesh ta kujtosh, aq më shumë ajo zhduket si mjegull në gishtat e tu. Çfarë mbetet është vetëm një ndjesi e errët, diçka që nuk mund ta emërtosh. Pse këto ëndra fshihen kaq shpejt nga kujtesa jonë? A është një gabim i trurit, apo diçka shumë e thellë po ndodh pas skenave? Ka nga ata që besojnë se ëndrat janë dritare drejt nënvetëdijes. Ato zbulojnë gjëra që mendja jonë zgjuar përpiqet i fsheh. Por kur zgjohemi, gjithçka zhduket si të mos kishte ndodhur kurrë. Është si një rrëfim i rëndësishëm që nuk dëshiron të ruhet. Kjo na çon te pyetja thelbësore. Çfarë përpiqet të na tregojë truri ynë, dhe pse e fshin atë menjëherë pas zgjimit? Ka një mister që pret të zbulohet, dhe përgjigja mund të ndryshojë mënyrën si sheh netët e tua përgjithmonë. Që nga kohët e lashta, njerëzit kanë parë ëndrat si më shumë se thjesht fantazi të natës. Civilizimet e lashta i konsideronin si mesazhe hyjnore, sinjale nga Perëndit ose shpirtra. Ndërkohë, shkenca moderne përpiqet t'i analizojë ato si produkte të trurit gjatë gjumit. Por pavarësisht interpretimit, një gjë është e qartë. Ëndrat mbajnë brenda tyre të fshehta që lidhen me emocionet, kujtimet dhe dëshirat më të thella të njeriut. Shkencërisht, ëndrat ndodhin kryesisht gjatë fazës rreth të gjumit, kur truri bëhet jashtëzakonisht aktiv. Në këtë fazë, ne shohim skena të gjalla, ngjarje të çuditshme dhe ndjenja të thella. Por shumë besime shpirtërore e shohin këtë ndryshe. Për ta, ëndrat janë udhëtime shpirtërore, udhëzime nga universi apo kontakte me dimensione të tjera. Secila qasje përpiqet të jap një përgjigje. Çfarë po përpiqet të na tregojë ëndra? Studimet tregojnë se ëndrat ndihmojnë në përpunimin emocional dhe aktivizimin e kreativitetit. Ato gjithashtu ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve që mendja zgjuar nuk arrin dot. Kur shohim një ëndër, truri përpunon përvoja të ditës, kujtime të vjetra dhe ndjenja të pasgjidhura. Është si një teatër i brendshëm që luhet për ne çdo natë, por për çudi, shumicën e tyre i harrojmë sapo të zgjohemi. Për të kuptuar pse harrojmë ëndrat, duhet të kuptojmë se si funksionon gjumi. Ai nuk është një gjendje e vetme, por ndahet në disa faza që përsëriten gjatë natës. Faza e parë është gjumi i lehtë, ku trupi ende reagon ndaj zhurmave. Pastaj kalojmë në fazën e dytë, ku relaksohemi më shumë dhe aktiviteti trunor ngadalësohet. Në fazën e tretë, gjumi bëhet i thellë dhe trupi shërohet, por ëndrat më të fuqishme ndodhin vetëm në fazën re. Gjatë fazës re, truri aktivizohet pothuajse sikur i zgjuar. Syt lëvizin shpejt nën qepall, dhe në këtë gjendje ne përjetojmë ëndrat më të gjalla. Imazhet kanë ngjyra, zërat janë të qarta dhe emocionet ndihen reale. Kjo është faza ku ndodhin ëndrat që na prekin më shumë, por është gjithashtu ajo që më lehtë harrohet. Pse? Sepse mënyra si kalojmë nga një fazë në tjetrën mund të fshijë menjëherë kujtimin e tyre. Nëse zgjohesh direkt nga faza re, ka mundësi të kujtosh ëndrën, por nëse truri kalon në një fazë tjetër para se të zgjohesh, kujtesa e asaj ëndre zhduket. Është si një dritare që mbyllet pa paralajmërim. Kjo resetim natyror i kujtesës ndodh çdo natë dhe shpesh pa vetë dijen tonë. Ndaj shumë ëndra që dikur ishin të gjalla në mendje, zhduken në sekonda, pa lënë asnjë gjurmë të qartë. Gjatë natës, ciklet e gjumit përsëriten disa herë. Ne hyjmë dhe dalim nga faza rreth shumë herë, por edhe nëse ëndra është e fuqishme, truri mund të mos e regjistrojë. Kalimet mes fazave veprojnë si fshirës të kujtesës. Është një proces i natyrshëm, por që lë pas vetes një mister të thellë. Se disa ëndra na mbeten ndërmend, ndërsa të tjera zhduken si të mos kishin ndodhur kurrë.
Truri ynë funksionon si një arkitekt kompleks. Ai vendos çfarë do të ruaj si kujtim afatgjat dhe çfarë do të fshijë. Ky proces ndodh në hipokampus, një zonë kyçe për ruajtjen e informacionit. Por gjatë gjumit të re, lidhja mes hipokampusit dhe pjesës së trurit që ruan kujtimet është e kufizuar. Kjo do të thotë se edhe ëndrat më emocionuese mund të mos ruhen kurrë si kujtime të vërteta. Edhe pse një ëndër mund të jetë gjallë dhe e mbushur me emocione, truri mund të mos e regjistrojë atë. Ky mekanizëm shpjegon pse shumë ëndra humbasin. Por pse truri fshin informacionin që vetë e krijon? Një teori sugjeron se kjo ndodh për të mbrojtur njeriu nga konfuzioni. Nëse do të kujtonim gjithçka që ëndërrojmë, mund të ngatërohemi mes realitetit dhe imagjinatës. Truri përdor një sistem filtrimi për të vendosur cilat kujtime duhen ruajtur. Ëndrat që duken pa rëndësi fshihen menjëherë, por ndonjëherë edhe ëndrat me simbole të forta ose emocione të thella zhduken. Duket sikur truri zgjedh të mos i lejoj ato të mbjetojnë. Kjo hap dyshime. Apo përpiqet truri të fshehë diçka që është shumë e thellë për ta përballuar ndërgjegja jonë. Gjatë gjumit, përqendrimi i disa kimikateve në tru ndryshon. Niveli i norepinefrinës, një substancë që ndihmon në kujtesë, bie ndjeshëm. Kjo gjendje kimike nuk favorizon ruajtjen e ëndrave. Prandaj, edhe kur ëndra është e qartë, truri nuk ka mjetet e duhura për ta ruajtur. Është si të shkruash në rër gjatë një stuhi, gjithçka zhduket para se të mund ta lexosh. Po sikur kjo harres të mos jetë thjesht natyrore, po sikur truri të zgjedh me qëllim të fshehë disa ëndra. Është e mundur që disa përvoja të jenë shumë të thella ose të frikshme për të kujtuar. Disa studiues besojnë se truri përdor harresën si një mbrojtje psikologjike për të shmangur përballje me përmbajtje që mund të trondisin në vetëdije. Çdo ëndër e harruar mund të jetë një copëz e së vërtetës që ende nuk jemi gati ta dimë. Në errësirën e natës, kur trupat flen, mendjet tona udhëtojnë. Disa nga këto udhëtime janë kaq të fuqishme sa që lën gjurmë që ndjejmë, por nuk i kujtojmë. Ëndrat e harruara mund të jenë mesazhe nga thellësitë e shpirtit, udhëzime që presin të deshifrohen. E nesëmja mund të na gjejë duke ecur mbi gjurmët e një ëndre që nuk e mbajmë mend më, por ndoshta ajo ende jeton diku brenda nesh, duke pritur të zbulohet. Çdo mëngjes zgjohemi me ndjesinë se diçka e rëndësishme na ka shpëtuar nga duart. Një ndjesi e mjegullt mbetet në mendje, sikur një histori është fshirë qëllimisht. Kjo ndjesi na ndjek gjatë ditës, por nuk e kuptojmë pse është kaq e fortë. Është si një portë që u hap për pak çaste, përpara se të mbyllej pa zhurmë. Çfarë ndodhi në atë botë që nuk duhet ta kujtojmë? Në shumë kultura, ëndrat janë parë si paralajmërime. Një ngjarje në ëndër mund të tregojë diçka që do të ndodhë. Disa njerëz kanë parë ngjarje para se të ndodhin dhe më vonë i kanë përjetuar vërtet. A janë këto koincidenca? Apo truri ynë ka qasje në informacione që ndodhen jashtë kohës dhe hapësirës? Kur ëndrat flasin, ndoshta po përpiqen të na mbrojnë. Në vetëdia jon flet me gjuhën e simboleve. Një derë që nuk hapet, një makinë që s'ndalet, një njeri pa fytyrë, të gjitha kanë kuptim të fshehur. Këto imazhe nuk janë të rastësishme. Ato janë krijuar nga mendja jonë për të shprehur ndjenja që nuk mund t'i shprehim zgjuar. Ëndrat janë pasqyra të shpirtit, dhe secila sken fsheh një e vërtet që kërkon të zbulohet. Ka teori që sugjerojnë se gjatë gjumit, shpirti ynë ndahet nga trupi dhe udhëton në dimensione të tjera. Këto përvoja quhen projeksione astrale. Njerëzit që i përjetojnë raportojnë ndjesinë e fluturimit, ndriçim të fortë dhe takime me entitete të panjohura. A janë këto halucinacione, apo dëshmi se ekziston një botë tjetër që e prekim vetëm kur flem?
Ka raste kur një ëndër është aq e fortë sa që ndikon në sjelljen tonë reale. Mund të zgjohemi me zemër të rënduar, me vendime të papritura ose me frikë të pashpjegueshme. Ëndrat nuk janë thjesht tregime nate. Ato formojnë mënyrën si ndjejmë dhe si veprojmë. Realiteti dhe ëndra ndonjëherë përzihen aq shumë, sa nuk dim më ku fillon njëra dhe ku mbaron tjetra. Një ëndër që përsëritet ka një mesazh të pasgjidhur. Kur të njëjtat skena kthehen natë pas nate, është si një kod që kërkon zgjidhje. Truri përpiqet të tërheqë vëmendjen tonë ndaj diçkaje që kemi anashkaluar. Këto ëndra janë këmbana alarmi, të dërguara nga vetja jonë më e thellë. Mos i injoro, pasi ti kuptosh, mund të mos kthehen më. Shumë nga makthet që përjetojmë janë pasqyrimi i frikrave që nuk i pranojmë. Ndjekje, rënje, burgosje janë simbole të bllokimeve tona të brendshme. Truri nuk shpik këto skena për të na trembur pa arsye, por për të na treguar atë që fshihet brenda nesh. Kur përballemi me një ëndër të frikshme, kemi një mundësi të rrallë për të kuptuar vetveten. Shumë herë, ëndrat tona janë të mbushura me njerëz që kemi harruar, ngjarje nga fëmijëria apo vende që nuk i kemi parë prej kohësh. Është sikur nënvetëdia nuk harron asgjë. Ajo na kthen në skena të së kaluarës për të rishikuar, për të shëruar ose për të mësuar diçka. E kaluara jeton brenda nesh, dhe ëndra është mënyra si ajo troket në derë. Në ëndra, gjithçka është simbol. Një pemë, një kafshë, një shtëpi, çdo gjë ka një kuptim të fshehur. Për shembull, një dritë në fund të tunelit mund të përfaqësojë shpresë, një urë, një kalim të ri. Kur mësojmë të lexojmë këtë gjuhë simbolike, hapim një derë drejt vetëdijes më të thellë. Ëndrat bëhen letra të koduara nga shpirti. Ka raste kur një ëndër na jep qetësi, na fal ose na pajton me diçka që na ka ndjekur për vite. Mund të jetë një bisedë me dikë që nuk është më, një ndjesë e marrë ose një përqafim që s'u dha kurrë. Në këto momente, ëndra shndërrohet në terapi të shpirtit. Është truri që gjen mënyra për të mbyllur plagët që s'mund të shëroheshin zgjuar. Ka ëndra që nuk ndihen si ëndra. Janë aq reale, aq të thella, sa lën gjurmë për ditë të tëra. Ato janë përvoja që sfidojnë logjikën, të cilat nuk shpjegohen me shkencë. Disa i quajnë ëndra të vetëdijshme, të tjerë kontakte me botën shpirtërore. A është e mundur që ndërsa trupi fle, vetëdia udhëton përtej kufive që njohim? Një fenomen i rrallë, por i mrekullueshëm, është ëndra e vetëdijshme. Kur ndodh, je në gjumë, por e di që po ëndëron. Mund të ndryshosh rrjedhën e ëndrës, të fluturosh, të ndërtosh botë. Është një përvojë e fuqishme që tregon se mendja jon ka një potencial të pabesueshëm. Ëndrat e vetëdijshme janë prova se jemi më shumë se trup e më shumë se mendim. Ka momente kur një ëndër të zgjon me një ndjenjë të fortë, sikur diçka ndryshoi brenda teje. Mund të jetë një kuptim, një vendim, ose një ndjesi që nuk e ke përjetuar më parë. Ajo ëndër nuk është e zakonshme. Është një sinjal që truri yt, zemra jote dhe ndoshta edhe diçka më e madhe, po përpiqen të tregojnë një rrugë të re. Edhe pasi zgjohesh, disa ëndra nuk të lën rehat. I kujton gjatë ditës, i sheh në imazhe të rastësishme, i ndjen në emocione të papritura. Këto ëndra janë të gjalla dhe vazhdojnë të ndikojnë në realitetin tënd. Ndoshta ato nuk kanë përfunduar ende. Ndoshta janë thirrje për të vepruar, për të ndryshuar, për të kërkuar diçka që vetëm në gjumë guxon të kërkosh. Në fund, pyetja më e rëndësishme është: çfarë po përpiqet të tregoj ëndra jote? Nuk ka përgjigje të thjeshtë. Ëndrat janë të mbushura me mister, por çdo detaj, çdo emocion, çdo figurë ka një qëllim. Është një ftesë për të eksploruar vetveten. Mos e injoro atë ftesë, sepse pas çdo ëndre fshihet një mesazh që vetëm ti mund ta kuptosh.